Shikues të respektuar Televizionit Tuskana, vazhdojmë me prezentimin e kandidaturave për kandidat të komunës Dibrës. Ne tash do të prezentojmë një kandidat tjetër nga Dibra që këtë radhë kandidon si kandidat i pavarur për kryetar të komunës së Dibrës, që tash si vjet duket do të kemi më tepër kandidat të pavarur që kandidohen, por gjithsesi gjatë kësaj bisede do të flasim se pse u kandidu si i pavarur zotëri, apo bëhet fjalë për zotëri Ramadan Imerin, profesor i shkollës, profesor i historisë dhe drejtor aktual në shkollën e mesme të Dibrës. Profesor, faleminderit njëherë për kohën që të flasim pak rreth kandidaturës suaj. Ju faleminderit njëherë për prezencën dhe mundimin tuaj deri në qytetin e Dibrës. Profesor, unë si zakonisht për shikuesit që të dinin se kush është Ramadan Imeri, një biografi të shkurtër rreth vetes suaj. Unë jam Ramadan Imeri, i lindur në Dibër, me 19 vitit 1979, shkollën fillore kam kryer po në Dibër, në shkollën Vllazërin Bashkim, ku më vonë ndrova me emrin në shkollën Penestia. Gjimnazion e kam të kryer në shkollën e mesme Zdravko Çoçkovski, po ashtu edhe aty që ndrova me emrin jam ndohem gjimnazion e emrit 28 nëntori. Edhe fakultetin e kam të kryer në Universitetin e Tetovës, dhe fakultetin filozofik dega e historisë, dhe për momentin jam drejtori i shkollës së mesme komunale 28 nëntori në Dibër. Pse Ramadan Imeri vendosi të kandidojë si kandidat për kryetar të komunës? Duke parë situatën që partitë politike dërgojnë vetëm emisar të cilët janë të dërguar nga partia edhe jo nga vetë populli, unë në bashkëbisedim me qytetarët e Dibrës, ata kërkonin që unë me çdo kusht të dalë kandidat për kryetar komune, pavarësisht bindjeve të mia politike që i kam patur, mirë po në komunikimet e vazhdueshme me ish partin, nuk gjetëm një gjuhë të përbashkët dhe për mua populli është më i rëndësishëm, siç thonë edhe në Dibër sovrani, dhe unë vendosa të dalë kandidat i pavarur. Ju thatë ish partia, ju keni qenë njeri që ju kemi njeh si njeri i Bashkimit Demokratik për Integrim. Pse u larguat? Unë do të jem më i shkurtër në këtë temë, domethënë u largova nga Bashkimi Demokratik pasi që ata fjalën e dhënë nuk e mbajtën. Dhe ishte fjala e dhënë për të dalë kandidat për komunën e Dibrës. Mbas asaj, profesor, ju kaluat në një foto tjetër që ishit me Izet Mexhitin. Çfarë ndodhi aty se qeni për një kohë të shkurtër ju kaluat nga BDI-ja shkruat tek LD-ja dhe nga LD-ja kaluat në i pavarur? Shumë e drejtë është kjo. Me thënë takimin me ish-kryeministrin zotëri Izet Mexhitin e kërkoi vetë ai dhe jo që unë e kërkova. Erë në Dibër, ullëm dhe biseduam, unë e kisha qëllimin e pastër dhe të drejtë, siç nga BDI-ja, por edhe nga LD-ja, ku sovrani apo populli deshte që më çdo kusht unë do të jem bartës për 4 vitet e ardhshme për komunën e Dibrës. Por e njëjta ndodhi edhe me atë. Domethënë, fjala e dhënë nuk mbajt. Edhe Izet Mexhiti, po të njëjtën, nuk e mbajti premtimin e njëjtë. A e premtoi? E premtoi. Atë mund ta them qartë, edhe mund të përballen, nuk është problem në asnjë mënyrë. E thonë në këtë situatë bie që Izet Mexhiti nuk e kanë dëgjuar zërin e votuesit të Dibrës apo antarësisë të LD-s për ambicjet personale. Unë besoj që nuk është drejt për drejt
sipas të dhënave që i kam unë, drejt për drejt Izzet Mexhiti ai i cili ka vendosur, ne dihet që ata janë parti të vogla të formuara në një parti të vetme tani në qeveri i vlen, dhe ata kanë pas kandidatin e tyre nga alternativa, dhe kanë qenë tentimi i alternativës për vendosin e kandidaturës për Dibër. Më thënë, nuk do të fajsoj drejt për drejt Izzet Mexhitin, mirë po, më thënë, nuk e mbajti fjallën atë që biseduam ne, edhe e tëra është kjo, realiteti është kjo. Profesor, ju ja që tash kandidoni, pa marrë parasysh, bazë të asaj që ju thoni deri tash, ju keni dëgju zërin e sovranit dhe nuk keni qëndru i heshtur në Vlen, si pjesë lidhjes lëvizjes demokratike në mos gaboj, por keni dalë i pamvarur që me ato që keni bisedu se duhet ketë një ndryshim në Dibër dhe duhet vinë t'jeni ju aq që dhe t'i prini procesit dhe ju vazhdu të ndjoni atë zë me të cilën ju keni folur. Çfarë janë projektet e juaja me të cilat ju do të dilni para qytetarëve? Paraprakisht ne jemi duke i planifikuar, biseduar dhe jemi nga përfundimi i planet dhe projektet për qytetin e Dibrës. Mund të nisim më qartë dhe pastër nga sheshi i qytetit dhe premtimi dhe rezultimi im i parë është që sheshi i qytetit të rikthehet si më parë, ku kanë ngecur, domethënë dyqanet e vjetra apo parimi i asaj ku nuk ka ma parkingje, që njerëzit të ndalen dhe të blejnë dhe kanë mbetur, si me thënë, në një farë mjerimi kjo pjesë e anës së qytetit dhe unë do të garantoj atyre një parking në të cilin të gjithë afaristët e kërkojnë parkingun e vjetër, por me një sugjerim, që aty do të parkohen vetëm qytetarët të cilët do të blenë në dyqanet, edhe jo ata që jenë pronar të dyqaneve. Do të vendosim njerëz nga komuna që do mbikëqirin që aty do të vendosin vetëm parkimet të cilët do të jenë vetëm për qytetarët të cilët do të shfrytëzojnë momentin për blerjen në dyqanet e tyre. Kjo është do me thanë projekti i parë për parkingun në qendrën e qytetit. Ne dinë që Dibra nuk ka parkingje të shumta dhe kemi menduar parkingun të cilën unë jam i drejt për drejt dhe nuk shef politikisht asgjë. E ka nisur kretari tanishëm Zotëria Koran Duka, një parking që është ke Breshja, pas Breshjes është një parking shumë i madh që shkon prej 250 deri në 300 makina dhe aty ka vendosur që të bëhet edhe një parking tjetër. Parkingi tjetër është po ashtu afër saj pas sallës së sportit Dibra, që edhe aty do të bëhet një parking rreth 50 makinave, por edhe të kombeve, si që thomi ne, ata të cilët i binë fshatarën nga fshatrat, që të kenë, ne kemi 3-4 kompani, njëra ka 10 stacion autobusi, ajo është Gazmen Tours, ndërsa 4 të tjerët nuk kanë, ajo është private, ndërsa këtyre të tjerëve do të organizojmë që edhe ato të kenë vendet e tyre, dhe me thënë Burim Tradit, Radikës, Unik Toursit, me thënë agencionet të cilët punojnë me qytetin e Dibrës, por parking real nuk kanë. Këto jenë sa i përket për parkingjet. Për projektin e radhës është mos gaboj edhe kemi në plan programin edhe parkingjet tek liçeni i Dibrës. Ato ta nxjerrin kur të ta mbajmë kuvendin e Dibrës dhe të ta pasqyrojnë më pastër dhe më bukur se si do të realizohet dhe si do të bëhet. Projekt tjetër është edhe bulevardi Iliria, për parkingjet po ashtu,
që në mes të bulevardit Iliria, domethënë mund ta pasqyrojmë edhe kështu, domethënë janë rruga kryesore, bulevardi Iliria, e cila në mes ka një pjesë të bukur mirë me PM dhe rrugët që është njëra ana e majtë dhe e gjatë. Këtu kemi menduar që këtë ta bëjmë një ngushticë që të lejojmë që të bëhet hapësirë më e madhe e rrugës, ku në të kundërtën do të përfitojmë nga 150 parkingje në një anë dhe në anën tjetër po ashtu parkingje, duke e ngushtuar pjesën e mesit të bulevardit Iliria. Që është pak aty, do të thonë. Që për momentin është shumë pak, do të thonë në rast se shumë hapësirë aty. Po, në rast se e vendosin një makinë, do të thonë ka gjasa që makina që vije nga lart apo që shkon, me hapjen e derës mund të bëmë edhe ndeshje. Dhe thonë ju një fokus të madh keni në parkingjet, për arsye mund ta keni pa edhe si problem mungesën e parkingjeve në Dibër. Po, ajo është, mund të themi, ndërprerësohet për shkak se tani kishim edhe migrantet, të cilët nuk kishin vend parkimi. Domethënë mund të kalohesh te një rrugë për 1 kilometër, duhet të fatikisht 15 deri në 20 minuta për të kaluar ata të qëllimin dhe mendimin e çdo qytetari për të shkuar në punët e tij. Aspekti infrastrukturor, si ju duket në Dibër? Domethënë Dibra ka ngecur edhe në aspektin infrastrukturor, ka nevojë shumë, e sidomos pjesa e sipërme, por mos thome edhe lagjet Venec 2 dhe Venec 1, që janë pothuajse janë me gropa, atë duhet një rikursërim total dhe ndërtim i menjëhershëm i atyre. Tjetër problem që duket që e ka Dibra në zhvillimin ekonomik. Nuk duket se diçka ka në zhvillim të madh ekonomik apo hapjes së ndonjë zone industriale që do të vinin në ndërmarrje të ndryshme që do të përqendroheshin në Dibër, ndërkaq si pozicion Dibra vërtet është shumë i mirë, për arsye se keni edhe Shqipërinë, e keni afër. Si e shihni deri tash zhvillimin ekonomik të Dibrës dhe si do kishte ndryshuar Dibra me ju në këtë sferë? Domethënë kemi para pa me plan programin që do të hapim zona industriale, të cilat deri më tani kemi vetëm një zonë industriale, me të cilët disa kanë hapur, do biznese të vogla, mirë po disa të kanë marrë territore dhe vende, të cilët vetëm i mbajnë dhe nuk realizojnë asgjë. Edhe pse me ligj, domethënë nuk e di saktësisht, brenda një viti apo brenda 3 viti, duhet të zhvillojnë aktivitetin e tyre, mirë po ata i kanë marrë si parcela dhe i mbajnë të atyre. Dhe mundësisht në projekte, në plan program, kemi që gjatë rrugës Arbërit, më besoni që hyrja e Dibrës, domethënë është nga ana e Shqipërisë, është si me i me një fshat, edhe mos ma keq. Domethënë mirëmbajtja nuk është, rruga nuk është e duhur, dhe në aspektin ekonomik, si thash unë, do të bëjmë zona industriale të tjera, por që i përket rrugës që kalon nga ana deri tek kufiri me Shqipërinë, dhe mendoj që do të realizohet pasi që ka edhe lëvizje të shumta për qytetin e Dibrës. Asaj i përket deri më tani, domethënë ne kemi një bashkëpunim me komunën e sa kam qenë i kiqur në politikën komunale, me thënë duke dëgjuar dhe bisedat, kanë lidhje biznesore mes Shqipërisë dhe Maqedonisë, mirë po të kërkojmë nga pushteti që
edhe kufiri të mos jetë aq ndarës mes shqiptarë o shqiptar, kufiri shqiptar o shqiptar, edhe pse jetojnë në Maqedoni, jam i vetëdijshëm për atë çfarë the, por do të bëhet më i thjesht, më i kalueshëm, më i disponueshëm, se ndalen qytetarët, besoni që duhet 30 minuta për të kaluar kufirin, ndërsa deri në Tiranë, pas që kalish kufirin, të duhen 60 minuta. Dhe as pak nuk investuan tash kam pas rastin me rrugën tash që hapët që dhe të kaluar se rrugë në kufirit kur gjohë nuk investu rrugën midis kufirit Shqipërisë dhe kufirit të Maqedonisë, do thonë është aq e shkatruar që nuk mund të gjesh me ndonjë vend tjetër dhe është ide e mirë nëse arrini që të rregullohet kjo çështje. Po besoj që do të besoj që do të realizojmë. Edhe unë nuk them fjalë boshe, por edhe ato fjalë dhe këto premtime që do të them, edhe që i thash, do të them janë të realizueshme. Nuk janë ëndra me të cilët besojnë në ëndra, disa besojnë në ëndra, unë them atë që do ta them dhe do ta realizoj. Jo rastësisht thash që bulevardi Iliria do të jetë e atill, do të ngushtohet. Po mjetet, lindën pyetjen, po mjetet duhet. Mu saktësisht mund të them që mjetet janë të siguruara. Nga kush? Nga Amerika. Edhe mund të them lirisht nga personi i cili direkt quhet Abdul Bajre dhe është shok i gjeneratës sime. Që ai i vet do ta financon që bulevardi Iliria të ketë me financat e ati të bëhet e ati që ne do të prezentojmë. Po ashtu është një diçka se tani në bisede sipër ne bisedojmë për projektet, është edhe ujë i pishëm. Nuk mundet që në kohën e mërgjimtarëve, në kohën kur vinë mërgjimtarët dhe dibra, është diçka më e lërzuar. Ju e shihni edhe sot që keni ardhur, nuk ka njerëz pothuajse, është e boshatisur, janë ata shumë të pakët, por është edhe një projekt i madh me të cilën për ujin i pishëm, ku kam biseduar me dibran nga Amerika, mos them edhe me shokët e mi që janë në Amerikë nga 20-30 vjet, të cilët kërkonin edhe planin që ata ta rishikojnë edhe ata po ta bëjnë të njëjtën. Ne në plan po parashikojmë për ujin e pishëm edhe atë domethënë kalimin nga një tani që është vetëm një mbushet me ujë dhe shprazet, të kalojmë në dy që njëra ta mbushën tjetrën dhe vazhdimisht brenda 24 orëve të ketë ujë. Domethënë është në plan program dhe mu është garantuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të ta bëjmë. Profesor, një problem tjetër që e kanë të gjitha qytetet, por e ka edhe Dibra në aspekt zhvillimit urbanistik të Dibrës, ndryshimeve të planeve. Çfarë parashitni këtë drejtim ju të realizoni? Plani urbanistik sa kam djenia e shkon deri 1 vjet, 2 vjet, 3, varësisht nga ajo se sa kërkon ju si personalitet nga ekipi i juaj drejtues. Mirë po mendoj që me marrjen e pushtetit lokal do të bëjmë të pamundurin për ndryshimin e planit urbanistik komunal, sepse kemi do vende kyçe ku edhe qarkullimi është shumë i rënduar, sidomos verës, dhe të bëjmë rihapjen e disa rrugëve të tjera që do të bëjnë lëvizjen më të lehtë edhe të qytetarëve tanë, por edhe atyre që kalojnë më tani për rrugën e ardhur. Në aspekt infrastrukturor, tash qyteti këtu, siç thatë ju, ka probleme me ujin, fshatrat? Fshatrat, unë jam shumë interesuar edhe për fshatrat, pasi që mund të them në fshatrat tonë kanë ujë për pije,
edhe atyre u bëhet rekzicione, si që thomi, ndalesa, munira e vetme është vetëm vullneti. Vullneti për të punuar. Dhe mund të them shkurt dhe qartë, fshatrat e Dibrës nuk kërkojnë shumë. Ne kemi ngellur vetëm me një fshat që të Banishti, fshatrat Otishan Gjepisht, fshatri Kosovrasti Poshtëm, i Epërm dhe fshati Mogorç. Unë plan për ata edhe kam, mund të them edhe lirisht, por ato desha t'i lartë për në kuvend, në mbledhjen e fundit, jo në kuvend për në tubimin e fundit. Do të thonë, si do qoftë për këtë intervista, për fillim, fshatrat nuk janë jashtë programit juaj. Jo, në asnjë mënyrë edhe kam menduar më të mirën për fshatrat, që njëherë për gjithmonë ata mos të jenë të neglizhuar nga komuna e Dibrës. Kështu që ta lëmë mater ekskluzivitetin, le ta marrë tubimi, kur të jenë në tubim që të prezentoni edhe plan programin për zhvillimin e atyre fshatrave. Cili do të jetë apeli juaj për fund të kësaj interviste të shkurtër që ne bëjmë prezentimin e kandidaturës suaj? I ftoj qytetarët Dibran që të besojnë në njeriu i cili ka vepruar politikisht, por nuk ka mashtruar politikisht. Njeriu i cili kur ka dhënë fjalën edhe ka mbajtur fjalën. Njeri i sprovave dhe i sfidave, njeri i cili është çdo ditë në qytet dhe njeri i cili ato fjalë që i thot edhe i mban. Prandaj dhe slogani është jo më fjalë boshe, por si që kemi edhe zgjidhje për Dibrën dhe jo fjalë boshe. Dhe thonë, mbas saj zgjidhja jeni ju dhe ju nuk flitni fjalë boshe, por atë që thonë edhe realizoni. Patjetër. Atëherë është nëse ju do zgjidheni kryetar komune i Dibrës, normalisht për atë vendos sovrani si që filluat fillim, ne komaskojë do të kujtojmë na çka folëm sot. Të më lejoni, ju sot keni janë në Dibër, ndërsa unë do vinë në Kërçov edhe të tregoj me planet që i kam realizuar këto projekte me të cilët i flasim. Edhe pse, këta janë gjysmat e projekteve edhe ekskluzivitetin do ta la në tubimin që do ta mbajmë me qytetarët e Dibrës. Faleminderit, profesor. Faleminderit edhe ju shumë. Shikoj të respektuar, ishte në këto minuta prezentimi i kandidatit të pavarur për komunën e Dibrës, ku në këtë intervistë ne i sqaruam edhe disa dilema që mund të kishin mbetur të hapur rreth lëvizjeve që i pati profesori Ramadan Imeri për një kohë të shkurtër, që u largua nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe kaloi tek Partia e Izet Mexhitit, por edhe nga ai u largu dhe kandidoi si i pavarur. Këtë intervistë mendoj se i sqaruat edhe këtë pjesë. Faleminderit dhe shihemi në bisedat tjera që ne i zhvillojmë çdo natë me kandidat kryetar komunash në komunat që janë me popullat më tepër shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut.